Largimet nga Partia Demokratike në Partinë Socialiste e shumë profesionistëve që marrin edhe detyra zyrtare natyrisht janë një gjë e re për politikën shqiptare. Është një nga ato risi politike të Edi Ramës, i cili e ka nisur këtë si filozofi politike të qeverisjes së tij qysh në fillim. Të parët që Edi Rama i mori Berishës ishin biznesmenët e mëdhenj të identifikuar si njerëz të afërt të Berishës. Së paku, 10 biznesmenët kryesorë të Shqipërisë ishin deri më 2013 të identifikuar si njerëz të Berishës dhe sponsor të PD-s, të cilët nuk patën rastin as të vjenë në provë për të përdorur kundër Edi Ramës, pasi ai i përfshiu menjëherë në projektet e qeverisjes dhe i avancoi ata. Edhe pse në fakt nuk janë oligark, por bizneset të madh që kanë nevojë për mbështetjen e qeverisë, ata tani janë kthyer në sikletin kryesor të PD-s, pasi si përmend dot me emër si njerëzit afër të saj dhe kërkon të akuzojë qeverinë se mban afër një grusht biznesmenësh që në fakt janë të gjithë ish njerëzit e Berishës. Ky dekomunistizim i shoqërisë nga Rama është risia e tij e parë e qeverisjes. Nëse Berisha e masakronte një biznes të lidhur me PS-n dhe ka plot raste që e ilustrojnë këtë, Edi Rama jo vetëm që nuk i minjajoi apo luftoi, por i avancoi si promotor kryesor të ekonomisë. Kastrati, Ulaj, Mane, Geci dhe 10 të tjerë pas tyre të vetë identifikuar si njerëz të Berishës janë plotësisht bashkëpunues me qeverinë dhe të pamënjanuar prej saj. Të vetmet raste kur ata kanë probleme janë rastet kur ka problem çdo biznes, nga korrupsioni, nga procedurat burokratike apo lidhjet klienteliste të zyrtarëve, por politikisht janë të preferuar. Kjo vala e dytë e dorëheqjes së deputetëve, zyrtarëve të lartë dhe drejtuesve lokal të PD-s në poste zyrtare është më shumë një dimension tolerance të PS-s sesa një tradhti e njerëzve të PD-s. PS nuk ka nevojë për vota dhe ata zyrtarë që ikin nga PD-ja e shkojnë te PS-ja nuk është se marrin me vete në një lum votash, por ata ngjallin dëshpërim në opozit pasi në mandatin e 4, pra pas 12 vitesh, një brez i tërë profesionistësh të rinj që kanë lidhur fatin me PD-n shkojnë dëm dhe diqen përjetësisht. Kryetaria e PD-s në Sarandë kishte betejë finale në zgjedhjet e 2025 për të bërë deputete. Hyri në garë, dha dorëheqje nga PD-ja, por në vend të saj Berisha çoi në listë të mbyllur Ina Zhupën. Pas 3 palës zgjedhjes që ajo tenton të bëjë karrierë, nuk i hap derën askush. Por ndërkohë mosha ikën, projektet e saj bien të gjitha dhe njerëzit nuk kanë ndërmend të shkojnë bashkë me Berishën në varr. Boll që ai ndihet i rrethuar me besnik. E njëjta gjë është dhe me kandidatën tjetër Zhani Gjergji apo kandidatën për deputete në PS në Vlorë që më parë ka qenë në PD. Është normale që një brez i ri, i cili ka 12 vite që ri pranë Berishës, duhet jetë i sigurt së paku në një garë të hapur brenda partisë për meritat e tyre. Nëse ata duhet të presin 156 vjet që t'u japi flamuri shansin të bëhen deputet apo kryetar, atëherë normal që du ikin, se nuk kanë ardhur në këtë jetë të jenë sklev të flamurit. Ndaj kjo lëvizje më shumë se sa e stimuluar nga PS-ja, është të pranuar nga PS-ja për shkak të dimensionit të saj liberal. PD-ja nuk mund të djeg brezat e tërë profesionistësh duke u thënë: o bëjmë Berishën edhe një herë mbret, o vdesim të gjithë. Shqipëria ka plot njerëz normal dhe ata e bëjnë vetë historinë e tyre. Nuk kanë nevojë domosdoshmërisë për siglën e PD-s apo damgën e tradhtarit. Vetë një vend ku ende mbijeton lufta e klasave të komunizmit është Selia e Shqupit. Pjesa tjetër e shoqërisë e ka hedhur atë pas krahëve. Kështu që sa më e fortë të jetë lufta e klasave në Shqup duke etiketuar njerëz si tradhtar, aq më shumë do ketë hemorragji nga PD për njerëzit që nuk mund të presin gjithë jetën t'u hapen dyert në jetë, pasi t'i japet shansi Berishës për herë të tretë.